Cili është gjykimi i moralitetit? Kush quhet imoralitet dhe na përmend disa argumente. Imoralitet konsiderohet jo vetëm tradhtia bashkëshortore. Ai padyshim është imoralitet edhe shumë më e rëndë se sa, domethënë rasti kur bën imoralitet një njeri i pamartuar, por çdo lloj lidhje seksuale, çdo lloj raporti seksual që jashtë martese konsiderohet imoralitet. Kështu që duhet të bëjmë kujdes të rinjt dhe të rejat. Mbasi të njihen, mbasi të bëjnë pëlqimin, nuk lejohet që të kenë kontakt seksual pa bërë lidhjen e martesës sipas rregullave islame, sipas ligjeve të shariat. Është shumë e thjeshtë, është shumë e lehtë. Kërkohet në një mexhlis të shpreh pëlqimin kujdestari i femrës, babai, edhe shpreh pëlqimin edhe djali, por duhet që paraprakisht të jetë marrë dhe pëlqimi i vajzës. S'mund të martohet vajza me imponim, do të jetë marrë dhe pëlqimi i saj. Dhe kuptohet që palët arrin deri pëlqimi mbasi bëjnë njohjen, mbasi bëjnë prezantimin, mbasi e shikojnë njëri tjetrin, e pëlqejnë njëri tjetrin për martesë, si djali edhe vajza. Por kontakti seksual nuk lejohet para lidhjes së aktit të martesës. Në kohën tonë nxisin më të madhe të bashkëtesën. Dhe synojnë me bashkëtesën që çifti të konsumojnë lidhjen mes tyre, qoftë edhe pa martesë. Edhe pastaj, mbas një kohe të gjatë, nëse dëshirojnë, do martohen, nëse nuk dëshirojnë, nuk martohen. Kjo lidhje nuk është e lishme. Kjo quhet paturpsi, kjo është imoralitet, është krim, është gjuna. Kështu që duhet të kenë kujdes njerëzit, se ka njerëz që nuk e dinë këtë çështje. Allahu subhanahu wa taala thotë në Kur'an: "Wala taqrabu zina", mos ju afroni imoralitetit. Pra duhet që muslimanët të ruhen imoralitetit, po të ruhen edhe nga çështje, nga ato gjëra që çojnë në imoralitet. Si është veçimi me një femër të huaj, ose qëndrimi në një vend ku ka përzierje femra dhe meshkuj, ka klube, ka vende të këqija ku ka përzierje meshkuj dhe femra dhe ku mund të shkaktojnë probleme. Duhet me rujt syrin, mos me pa harame, mos me pa gjëra të pista, mos me pa emisione në cilat ka lakurisi, pra duhet me ruajtur nga gjërat që çojnë në imoralitet. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: "Wala yazni", dhe që ato të mos bëjnë imoralitet. Profeti sallallahu alaihi wasallam merrte besën shokëve të tij për disa çështje, dhe njëra prej tyre ka qenë "Wala taznu", dhe që të mos bëni imoralitet. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith: "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min". Nëse njeriu kur bën imoralitet nuk mund të jetë besimtar, domethënë nuk mund të jetë besimtar i plotë. Do thotë se imoraliteti është një gjëra shumë e rëndë, dhe në momentin kur njeriu bën imoralitet nuk mund të jetë një besimtar i mirë dhe i plotë.